Çka keni ju që nuk e ka zoti Kurthi dhe konjunktura ati politike, nëse më ta them që e rrethon? Ka fobi ndaj UÇK-s, ka fobi ndaj njerëzve të veçantë që kanë qenë drejtues të UÇK-s dhe nuk zgjedh fjalë, nuk zgjedh mënyrë të sulmit. Por mbi të gjithë ai me këto sulme duke i dhënë mbështetje edhe me 200 milion të shpërndam kundërligjshëm, po përpiqet që të fitoj shumicën e votave dhe ta jetë në gjendje që të sundoj Kosovën për një mandat me institucionet e saj. Po. Dhe tani se si do ta sundoj? Cila do të jetë përgjigja e atyre që kanë me bashkëpunu me te, në qoftë se i fiton, atëherë është një çështje tjetër. Por, unë vetëm rreth kësaj shpërndamje së paras, nuk jam që të mos mbështetet në qytetarë, por jam që politikat e shtetit duhet të jenë që qytetarët me i fut në punë, ju siguru punë.